Në zyrën qendrore të postës shqiptare në Shkodër janë krijuar rrallë të gjata pensionistësh, të cilët presin për të tërhequr pensionet e tyre. Ata thonë se presin prej më shumë se 5 orësh përpara sporteleve, ndërsa shumë prej tyre thonë se kanë disa ditë që vinë për të tërhequr pensionin, por nuk kanë mundur të marrin pagesën pasi në zyrë sipas tyre mungojnë fondet. Kjo situatë ka krijuar pakënaqësi dhe tension mes qytetarëve, sidomos për të moshuarit që kanë probleme shëndetësore dhe e kanë të pamundur të presin gjatë në këmbë. Qyshin 7 e gjys. Gatin patrat fikt. 7 ditë një javë, mu sjell me marrë pensionin. Katastrofë. Mu më duhet një javë me prit me marrë pensionin se nuk jam i zoti. E dozoj dokumentat aty edhe shife që bëhet. Unë nuk mu i me marrë sot, duhet me shku në shtëpi. Duhet me pagu dritë, qero, duhet me pagu gjitha. Kuj marrën që ditë caktume, paguat kamata. Që është në orën 7, këta dërzu këtu, vinë Kalabeku, që ku jo me zemër, nuk ma manë se mes aty. I ditë ku marrë një aty, ku metëm kanë zirë për krash jashtë, që më një valit. Ka marrë të hanen nade, i kam thona, ka mundësi me madhon pensionin, nuk kena lek. Hajde të marten, kja zoja këtu bjondja. Ka marrë të marten, më tha hajde të mërkuren. Ka marrë sa thot pref s'ka lek thot, unë zdi gjo, a marrë se marrë. Ajo duket e drejti kja gjo. Kuj me ju anku, se qa me ba, i kja as pak e drejt, shifni si janë pleqt. Po ja 5 orë, po, shumë me vështë. Nuk ka lek thot shteti, do t'im kur t'vinë nga banga. Edhe dje, erdha dje s'kemi lek, hajde për sot. Erdha sot që shnadje, që në orën 7, e dherë të ashti pa marrë lek. Mosha, mu jam 84 vjeç, me zirri këtu, që ka me bërë? Qysh në tërë. Jam ju për rumë, në najtë. Këmë apër, këmë najtë. Këmë najtë s'ka. A vajtë ashtë 2 orë ka. Ashtë e vështirë për ju? Po të ashtë për mosh të eme po. Qytetarët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa urgjente për të shmangur grumbullimet që krijohen pranë sporteleve, si dhe për të garantuar shpërndarjen e rregullt të pensioneve, në mënyrë që të mos përsëriten vonesa të tilla që rëndojnë mbi shtresën më të ndjeshme të shoqërisë.